Kryeministri i vendit Kristian Miskoski ka komentuar protestën e sotme të lidhjes së sindikatave, duke theksuar se disa nga sindikatat që sot protestojnë ishin me të në konferenca për shtyp, ku së bashku, siç thotë, kanë arritur marrëveshje për të drejtat më të mëdha të punësuarve dhe paga më të larta. Ai e klasifikoi protestën e sotme në grupin e, siç tha ai, protestave tradicionale të 1 majit që sindikata duhet të zhvillojnë. E klasifikoi protestën e tyre të sotme në grupin e protestave tradicionale të 1 majit që rastësisht duhet t'i bëjnë edhe sindikatat. Është e drejtë çdo qytetari të protestojë dhe të luftojë për më shumë të drejta. Ne jemi një shtet demokratik. Kjo është një qeveri demokratike, kështu që ne respektojmë këtë të drejtë. Në pyetjen se si qeveria po e ndihmon ekonominë dhe punëtorët, Miskoski tha se gjatë vitit të fundit, numri të punësuarve është rritur me më shumë se 15.000, ndërsa numri të papunëve është ulur me mbi 10.000, ndërsa rikujtoi mbështetje financiare të deritanishme, por u ndal edhe te kontratat kolektive. Se përket asaj që kemi bërë, qeveria ka subvencionuar, do t'ju kujtoj, disi sigur kjo po harrohet, rreth 250 milion euro kredi në kushtet e krizës më të madhe për ekonominë, në mënyrë që punëtorët të mund t'i ruajnë vendet e tyre të punës në kulmin e krizës. Dhe kur këtyre 250 milion eurove ushtohen edhe po aq nga bankat komerciale, arritëm në një situatë që të jemi një shtet me normën më të ulët të interesit që ekonomia e përdor për kredi dhe për zhvillimin e bizneseve të saj. Qeveria, siç theksoi Miskoski, do të vazhdojë të ndërtojë marrëdhënie të mira dhe partneritet me institucionet dhe sindikatat, që siç tha ai, janë kolegët tanë.